Përplasja që ndryshoi gjithçka, tensioni, fjalët dhe pasojat në një marrëdhënie të ekspozuar në një ambient ku çdo fjalë dëgjohet, çdo veprim vëzhgohet dhe çdo ndjenjë amplifikohet. Përplasjet mes individëve marrin për masa shumë më të mëdha se sa në jetën e zakonshme. Kjo ishte pikërisht ajo që ndodhi me Selinës dhe Mirit, një përballje e fortë, e mbushur me emocione të papërmbajtura, akuza të drejtpërdrejta dhe tension që kishte kohë që ishte grumbulluar nën sipërfaqe. Fillimisht, marrëdhënia mes tyre kishte një lloj afrimiteti të paqartë. Nuk ishte plotësisht e përcaktuar si një lidhje, por kishte momente që linin vend për interpretim. Bisedat e gjata, qëndrimet pranë njëri tjetrit dhe sidomos momentet e ndara në një hapësirë kaq intime si krevati, krijuan një dinamik që për disa dukej si fillimi i diçkaje më shumë. Por, pikërisht këtu filluan edhe keqkuptimet. Në kulmin e debatit, Miri nuk u përmbajt. Fjalët e tij ishin të forta dhe të drejtpërdrejta. Ai i kujtoi Selinës se ishte ajo që kishte krijuar atë afërsi, ajo që kishte dhënë sinjale dhe kishte hapur rrugën për një raport më të ngushtë.